Gazetës pro-qeveritare turke Yeni Shafak, Ibrahim Karagül, ka ngritur alarmin për një skenar lufte rajonale ku Izraeli synon të godasë Sirin dhe të provokojë drejt për drejt Turqinë. Sipas tij, Izraeli do të përdor kurdët e YPG-s së bashku me forcat të tjera lokale si druzjet për të krijuar një përplasje të qëllimshme në veri të Sirisë. Objektivi, të përfshijë Turqinë në një konflikt të përgjakshëm dhe të tërheqë SBA-n dhe Europën kundër Ankaras. Izraeli do të ndezë një zjarr në Siri. Forcat e tij toksore do të përparojnë drejt Damaskut, ndërsa Turqia do të gjendet papritur në mes të një lufte dhe do të nisë ofensiv kundër YPG-s. Kjo do të jetë pika e nisjes së një lufte mes Turqisë dhe Izraelit, shkruan Karagül duke parashikuar për shkallëzim të shpejtë dhe përplasje të drejtë për drejta. Ai paralajmëron se Turqia do të vendosë Damaskun në mbrojtjen e saj, duke aluduar për pushtimin e kryeqytetit sirian dhe marshin drejt kufirit me Izraelin, deri në Golan. Kjo do të çonte në një përplasje frontale me përmasa të paparashikuara. Greqia dhe Kipros, ushtar të Tel Avivit. Në këtë skenar të nxehtë, nuk mungojnë edhe aludimet për përfshirjen e Greqisë dhe Kipros si partnerë të Izraelit. Media turke akuzojnë Athinën për qëndrime armiqësore ndaj Turqisë, duke përmendur deklaratat e ministrit të mbrojtjes grek Nikos Dendias për mbylljen e detit e gjë ndaj Turqisë dhe instalimin e raketave në ishujt grek. Sipas teorisë turke, të gjitha këto zhvillime nuk janë të rastësishme, por pjesë e një strategjie të koordinuar për të izoluar dhe goditur Ankaran në disa fronte, në Siri, në Mesdheun Lindor dhe në diplomacinë ndërkombëtare. Apo shkojmë drejt një lufte izraelito-turke. Ndërsa Izraeli flet për luftë surprizë dhe përgatitje ushtarake në shumë fronte, Turqia përgjigjet me paralajmërime të hapura për një përplasje me Tel Avivin. Kjo ndarje e thellë ndezur në kontekstin e krizës së Gazës dhe konflikteve në Siri mund të degenerojë në një përplasje të drejtë për drejtë mes dy ushtrive më të forta të rajonit. Nëse kjo përshkallëzim ndodh, pasojat do të jenë të pakalkulueshme për lindjen e mesme dhe Mesdheun.